Po mirë mëse je kërkon atyre, po jo mu, shiko. Okej, pra, neve tani këto fakte kemi, ato që prandaj ke thirrë se unë mendoj me kokën time. Jo me kokën e grupit parlamentar të dikujt apo të kopes. Ku e ke shkruar që kur kërkohet heqja e mandatit për vepra penale, duhet të jetë patjetër korrupsion. U tallën me shqiptarët i kërkuan korrupsion. Po për çfarë bëhet shpërdorimi i detyrës? Kenenin 6 të kodit penal që zakonisht kur bëhet fjalë për kompetencë për të huaj shqiptar që bëjnë vepra ndaj këtij kufirit, duhet parashikohet vepra penale në 2 legislacionet. Përjashtohet rasti i korrupsionit, shpërdorimit të detyrës, influencës paligjshme, ndikimi paligjshëm e tjerë. Pra, edhe shpërdorimi i detyrës, po nëna që i hap dyrë gjithë qijave, përfshi korrupsionin, që merr flamurin dhe i hap derën korrupsionit, është shpërdorimi i detyrës. Tani kur bëhet ajo në mënyrë përsëritur, mbaron kjo punë. Po i thon shqiptarëve që po shiko se këtu s'tuhet korrupsion këtu. Dhe rrisi ma tuftat spakut që pretendojnë se po bëjnë heroizmin e madh. Unë që i kam bërë, unë po i them, nga dhjetori deri tani kujtuat ju. Pra, është një çështje në hetim, nuk kanë dalur prova. Qa bëjnë ta? Ose ta mbyllin? E ka mbyllur çështjen parlamenti, e thot edhe në zoti Brau sot, por spaku ka vijuar Ti e kupton që edhe mos bërë punës tyre ka çuar njerëzit protest. Njerëzit po kërkojnë tani bëjnë prokurorin protest. Pra qa bëjnë ta tani? E ka mbyllur, sa u fut kjo dhjetor, deri në qershor pushim. U zgjuan korrik, tifusit dhe i gjumë deri në dhjetor. Nuk është tu, ne nuk kemi budallëj, nuk kam barë këtu. O ta bëj, o mos ta bëj, mos mbaj varë. As politikën, as njerëzit. Qa ka bërë? E bëri pra deri në mars, 12 mars. Qa ka bërë pra se tani nuk shko më tepër se 2 vjet. 324, 325 kodi procedurës penale, nuk lejon ta çosh më tepër se 2 vjet. Ka bariera rrugës, është tjetër gjë, po spaku detyrën e bëri. Po qa e kapi? E zuri barku rrugës, qa e zuri? Se tani thuat i e kapi rrugës. Unë po them tani këtu po t'jap një mlef të ligjshëm, edhe bile me edukatë më të madhe të mundshme që mund gjejmë të momente, që të presim ne. Ka qenë djali i ri me mjekër të zezë, u zbardh ai. Unë më i vjetër se jemi zbardh që ne. Që të presim ne? Të tallim me nderën tot na marrin jetën këto. Vjen ky njëherë me besën, njëherë me shpresën. Tani ne do të flasim. Na kanë alune. Edhe një. Ka marr fund. Na keni marr jetën, kërkoni mirëkuptim. Ne duam zbatohet ligji. Thjesht qartë edhe sakt, më mirë se 1000 ideolog që ka atje. Ne duam një shtet ligjor që të ketë ligje të drejta, që zbatohen të drejtat universale me që jemi qenë njerëzore dhe ekzistojmë, jo si do qefi Ramës edhe Romeos, dhe që të ketë zbatim rigoros të ligjit. Kaj duam ne. Nëse nuk e bëjnë, të ikin këta me gjithë nga shkon lana e poshtë e dalin det pasaj. Të kemi duruar shumë të. Çfarë do të thotë shtyrja e hetimeve për... Romeo ka shumë drejt ato që i kërkon... Revolt, proteston Romeo. Jo, ne duam. Po mirë më, do i jeta shpejt, më falë vlla, do i jeta shpejt dhe për ty. Ore, këta po tallen, këta nuk në kanë vjetë gjë, në fund parë, në kanë marrë jetën, top tanë, e theme 10 herë, kam kaj vjetë. Ta të marrin jetën këta, edhe ne të rim të durojmë këta, për çfarë durojmë? Se jam më të bukur. A jam më të fort, a jam më të bukur, a jam më të zgjuar, për çfarë durojmë? Apo jam më të ndershëm? Zoti i ndan njerëzit nga devotshmëria. Kur i shoh këta, jo për të vjedh, për të vjedhës, kam nevojë më të madhe, domethënë. E kërkojnë qetësi të madhe, po fole s'dëgjojnë. Tani dasha mikrofoni ke zyra. Okej. Ibsen? Nuk na kanë dalë që disa breza mi nal të pushtërsinë, domethënë u bën disa breza që si na lojmë dot në këtë pushtërsi. Nuk është çështja se na ndodhi ne kjo punë dhe barrës tonë dhe pse s'po e bëjmë ne. Se ne nuk kemi modele se si luftohet e keqja në këtë vend. Kur e keqja ka fituar 45-ën me forma të tilla, është trashëgu dhe modelet e përballjes, modelet e burrave që luftojnë, në gjatë kohës në verit edhe ato që ishin me vërtet njerëz me tipare burrnore me i futën Enver Hoxha në burg, ne që kemi net nuk kemi të atij niveli, kot nxehet Romeus, ne meritojmë atë çfarë është. Se nxem unë Romeo as. Unë nuk meritoj të administrohem nga njerëz që nuk janë më të devotshëm se unë. Ti jo më burrë meritoj gjithçka. Unë jo po. Ta marrë arsvetimin. Pra, që do thotë që në këtë gjendje ne jemi gjithë bashkarisht dhe përgjegjësit kryesor, gjithmonë në gjendjen në të cilën ndodhet shoqëria, fut politike, ekonomi, gjithë fushat e kësaj jete, përgjegjësinë më të madhe e ka klasa intelektuale. Sepse është në vendet ku po të shohësh qytetaria, ka kohë që i bën thirrje klasës intelektuale që të ditë gjej rrugën se si duhet ndryshu politika.